Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Yasin. Yasin. Betohem me Kur'anin plot urtësi. Allahu i lartësuar betohet në këtë Kur'anit duke përmendur edhe një cilësitë e tij, urtësim. Për kufizimi i urtësisë është vendosja e çdo gjëje në vendin që i takon. Kështu janë udhëresat dhe ndalesat e këtij Kur'ani, të drejta dhe me vend. Edhe shpërblimi me të mira dhe ndëshkimi me të keqia vendoset atje ku duhet dhe në lidhje me ata që e meritojmë. Të gjitha dispozitat ligjore dhe ato të shpërblimit dhe ndëshkimit që janë sjellë në këtë Kur'an janë në kulmin e urtësisë. Prej urtësisë madhështore të këtij Kur'ani është edhe fakti se ai jo vetëm që përmend gjykimin për diçka, por na tregon edhe urtësinë dhe qëllimet madhështore të këtyre gjykimeve. Allahu i lartësuar na nxit gjithashtu që të përdorim mendjen për të medituar rreth shkaqeve, mësimeve apo mesazheve të dhënies së një gjykimi të caktuar. Po përse betohet Allahu i lartësuar në Kur'anin të mbushur plot urtësi? Përgjigjja vjen më poshtë. Pasha Kur'anin plot dijeni. U tefsiru sure Yasin, ajet 1. Me të vërtet, ti o Muhamedi, je pejgamber. Se ti, o Muhamedi, je prej të dërguarve. Ai betohet në këtë libër plot urtësi për të treguar se Muhamedi është prej të dërguarve të tij. Ti, o Muhammed, je profeti i Allahut, si shumë profet që janë dërguar para teje. Ti nuk je i pari i dërguar ndër njerëz. Edhe mesazhet që përcjellen nga Zoti janë si të gjitha mesazhet e sjellura nga profetët e parë, sepse përçojnë të njëjtat parime të besimit të pastër dhe të drejtë. Çdo kush që mediton në përshkrimet dhe cilësitë e profetit do të arrijë të dallojë veçoritë dhe dallimin e tij nga të tjerët. Kush mediton në cilësitë e përshkrimet e tua, o profet, do të bindet se ti je ndër më të mirët e të dërguarve nga Zoti, sepse ty të janë dhënë cilësitë dhe virtytet më të larta dhe të plota. Vëri me kujdes lidhjen e ngushtë mes Kuranit, në të cilën Zoti betohet, dhe arsyen për çfarë ai betohet, pra profecinë e Muhamedit. Ajeti duket sikur thotë, sikur të mos kishte asnjë argument tjetër që të vërtetonte profecinë e Muhamedit, përveç Kuranit, kaq do të ishte më së mjaftueshme si argument dhe dëshmi. Madje, Kurani madhështor është absolutisht argumenti më i fortë dhe i vazhdueshëm që tregon vërtetësinë e Muhamedit si profet i dërguar nga Zoti i gjithësisë. Çdo argument i sjellë në këtë Kurani është argument edhe për vërtetësinë e Muhamedit si profet i vërtetë i Zotit të botëve. Pastaj ajeti na njofton për cilësinë e mrekullueshme të profetit, ose që tregon më së miri se ai ishte vërtet profet i dërguar nga Allah. Ai thotë: në rrugën e drejtë. Ti je në një rrugë të drejtë. Je në rrugë të drejtë, që të çon tek Zoti dhe në vendin e nderimit dhe shpërblimit. Kjo rrugë e drejtë është ndërtuar mbi veprat e mira të cilat përmirësojnë zemrën dhe trupin, rregullojnë jetën dhe të bëjnë të fitosh lumturinë këtu dhe në ahiret. Ato vepra përmirësojnë moralen dhe pastrojnë shpirtin. Ato të mundsojnë të fitosh shpërblime të shofisha. Qenia në rrugën e drejtë është jo vetëm cilësi e profetit të Zotit, por edhe atribut i fesë dhe shpaljes që ai solli nga Zoti. Feja dhe Kurani që ai solli nga Zoti është tregues i rrugës së drejtë dhe i çdo pune mbi të cilën ajo rrugë ndërtohet. Vëre me kujdes madhështinë e këtij Kurani në kumtet që na përcjell. Ai sjell një betim në gjëme madhështore, që është Kurani plot urtësi, fjala e vetë Zotit, dhe këtë betim e sjell për të na treguar se Muhamedi është profeti i tij. Sigurisht që ky betim i Allahut mjafton për të bindur për faktin që Muhamedi është profeti i tij. Por Allahu i lavdëruar e ka mbështetur këtë edhe me argumentet e tjera, mes të cilave është rruga e drejtë në të cilën ishte profeti i tij. Në këtë mënyrë, ai sikur na nxit që të meditojmë në fenë dhe rrugën e të cilën Muhamedi e ftoi botën. Mjafton të meditoni në rrugën e drejtë në të cilën ai ftoi, për të kuptuar shumë më thjesht se ai ishte i dërguar i Zotit, prandaj është detyrë që ta ndiqni udhëzimin e sjellë prej tij, me shpalljen e të plotfuqishmit mëshiruesit. Kurani është shpallja e të plotfuqishmit mëshirplotit, kjo është rruga që Allahu i lartësuar e shpalli në librin e tij. Ajo është e vetmja rrugë për robërit që të arrijnë tek ai. Kjo rrugë është e ruajtur nga ndryshimi dhe devijimi, sepse është ndallimtari, krenari, i plotfuqishëm ai që e zbriti udhëzuesin për këtë rrugë. Ajo rrugë është mëshirë e dhuruar për adhuruesit, sepse u mundson që të arrijnë në vendin e mëshirës së Zotit. Për këtë arsye, ajeti mbyllet me këta dy ema që sjellin siguri për vërtetësinë e rrugës dhe shpresë për shpërblimin dhe mëshirën e Zotit. Ai tha se Kurani është shpallja e të plotfuqishmit të mëshirplotit, që ta paralajmërosh popullin, paradhësit e të cilët nuk ishin të paralajmëruar, prandaj ata kanë qenë të pakujdesshëm. Që të mund të paralajmërosh një popull, të parët e të cilëve nuk qenë paralajmëruar dhe ata mbeten të pavëmendshëm. Ndaj argumentave të Allahut, pasi u betua për vërtetësinë e shpalljes dhe profetësinë e Muhamedit dhe solli argumente treguese të saj, Allahu i madhruar na tregon se dërgimi i profetit dhe sjellja e shpalljes ishte nga nevojat më të mëdha për njerëzimin për të paralajmëruar një popull,
të parët e të cilëve nuk qenë paralajmëruar. Këta ishin fillimisht arabët, që ishin popull i paditur dhe i paqëtitëruar, tek të cilët nuk ishte sjellë ndonjë shpallje qiellore apo profet. Ata i kishte mbuluar padituria dhe ishin tërësisht të zhytur në humbje. Për këtë shkake, popujt e tjerë talleshin dhe i nënçmonin arabët. Atëherë, Allahu i lartësuar dërgoi një profet nga xhiri i tyre, që t'i pastronte, t'u mësonte librin dhe urtësinë, kur më parë ishin në humbje të thellë. Ai e dërgoi profetin që fillimisht i këshillonte e paralajmëronte ata, e pastaj të gjithë popujt e tjerë. Ai e dërgoi këtë profet madhështor që t'i këshillonte e t'u kujtonte atë shpallje që kishin në duart e tyre dhe që ata të pasonin të vërtetën e Zotit. Me dërgimin e profetit, Allahu bëri një mirësi të madhe arabëve në mënyrë të veçantë dhe gjithë botës në përgjithësi. Megjithatë, edhe pas dërgimit të profetit, njerëzit u ndanë në dy grupe. Njëri grupe refuzoi atë shpallje që Muhamedi solli nga Zoti dhe e shpërfillën paralajmërimin e tij. Këta janë ata për të cilët Allahu thotë: me të vërtetë u realizua fjala e dënimit ndaj shumicës së tyre e ata nuk besojnë. Tashmë ka marrë fund vendimi kundër shumicës së tyre, prandaj dhe ata nuk besojnë. Allahu nuk dëshiroi t'i uzonte dhe t'i bënte zemrat e tyre që të nënshtroheshin e të besonin. Ndodhi kështu, sepse ai u ofroi udhëzimin dhe rrugën e drejtë dhe ata e refuzuan. Kjo bëri që të dënohen me të drejtë dhe të vullosen zemrat e tyre, që në të mos hyjë drita e besimit. Me pas përmendet shkaku përse drita e imanit nuk mund të gjejë rrugë për në zemrat e tyre. Ne u vum pra nga në qafë e ato u arrin deri në mjekër, andaj ata janë me kokë përpjet. Ne u kemi vënë pra nga në qafë që u arrin deri në fulla, kështu që ata mbeten me kokën lart. E lal janë ato pra nga hekuri që i vendosen sklavit në qafë, që ai të mos lëviz. Ato janë aq të mëdha, sa që e bllokojnë gjithë qafën e tij dhe arrin deri tek në fullat. Kështu, të lidhurit i mbetet koka ngritur lart dhe nuk mund ta ulë poshtë. Kështu janë ata në lidhje me pranimin e imanit. Dhe ne, unë perde para tyre dhe perde pas tyre e i mbuluam, e ata nuk shohin. Ne u kemi vënë pengesat e para dhe prapa tyre dhe u kemi mbuluar shikimin, prandaj ata nuk mund të shohin. Ka vendosur pengesë që e bën të pamundur që imani të hyjë në zemrat e tyre. Për këtë arsye, ata nuk shohin. Ata i ka zaptuar errësia e paditërisë dhe dëshpërimi nga të gjitha anët. Atyre nuk u sjell dobi asnjë lloj këshille e paralajmërimi. Dhe për ata është një lloj, i paralajmërova apo nuk i paralajmërova, ata nuk besojnë. Nuk ka dyshim se për ata që mohojnë besimin, është një lloj, i paralajmërova apo nuk i paralajmërova, ata nuk besojnë. E si mund ta gjej udhëzimin ai që ka zemër të vulosur dhe të vërtetën e sheh si koce, ndërsa kocinë e sheh si të drejtë, të logjikshme dhe të mirë. Pikëçuditse ky ishte grupi i parë, ndërsa grupi i dytë janë ata që i pranojnë këshillat e paralajmërimin. Për këtë Allahu thotë: me të vërtetë, paralajmërimi i tij sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën Kur'anin dhe i druan mëshiruesit dhe fshet tas pa e parë, e si arriqoi atë duke i falur mëkatet dhe duke i dhënë shpërblim të begatshëm. Ti mund të paralajmërosh vetë atë që e ndjek mesazhin, Kur'anin dhe i friksohet të gjithë mëshirshmit në fshehtësi. Këtyre u bën dobi këshilla dhe paralajmërimet, sepse ata synojnë të vërtetën, prandaj dëgjojnë me kujdes dhe meditojnë në këshillat që u bën. Kjo është cilësia e parë, pra, dëshira për të vërtetën e nështrimi për të kuptuar dhe pasuarat. Së dyti, i friksohet të gjithë mëshirshmit në fshehtësi, domethënë, ai njeri që i ka këto shenja e cilësi ka për ta parë të vërtetën dhe drita do të hyjë në zemrën e tij. Së pari, qëllimi i mirë dhe dëshira për ta gjetur të vërtetën dhe, së dyti, frika nga Zoti, frikë kjo që vjen nga detyria rreth tij, për emrat dhe cilësitë e tij. Të tillët përfitojnë nga shpallja e Zotit. Përmes kësaj shpalljeje, ata do t'i pastrojnë e lartësojnë shpirtrat dhe zemrat e tyre, pastaj do të mund të marrin diturinë e dobishme rreth librit të Zotit dhe urtësive të profetit e tij. Ata që i kanë këto dy mirësi dhe sakrifikojnë për t'u pajisur me to, meritojnë një përgëzim nga Zoti, pra, përgëzojat për falje dhe shpërblim bujar. Përgëzim për dy gjëra, për falje dhe fshirje e plotë të gjunave dhe, së dyti, shpërblim të mrekullueshëm për veprat e mira dhe qëllimet e tyre të pastra. Ne, me të vërtetë, i ringjallim të vdekurit, shënojmë veprat që i kanë paraqitur dhe gjumët e tyre, e ne i numërojmë të gjitha ato në librin e qartë. Ne do të ngjallim të vdekurit, ne kemi për t'i ringjallur robërit pas vdekjes dhe kemi për t'i shpërblyer për veprat e paraqitura në dynja. Ne i shkruajmë veprat e tyre dhe gjurmët që lanë pas. Allahu ka shkruar dhe ruajtur çdo vepër e fjalët e mira apo të keqe që kanë bërë gjatë jetës së tyre në dynja. Madje, jo vetëm fjalët e veprat që kanë bërë vete, por edhe pasojat që ato kanë lënë shkaktuar, si gjatë jetës në dynja, ashtu edhe pas vdekjes. Çdo vepër e mirë apo e keqe që shkaktohet nga fjalët dhe veprat e dikujt do të shkruhen në regjistrin e veprave të tij.
Kështu për shembull, nëse ai ka përhapur diturit e dobishme dhe u ka mësuar njerëzve mirësinë, duke i uruar për mirësi e drejtësi dhe duke i ndaluar nga ligësitë dhe padrejtësitë, çdo kush që punon sipas kësaj dituri jo vetëm që do të shpërblyet, por të njëjtin shpërblim do të marrë edhe ai që ja mësoi dhe u bë sebeb për këto veprat e mira. Po kështu veprohet edhe me atë që u mëson njerëzve mirësinë dhe dijet e dobishme, ose le pas një libër të dobishëm, që u mëson njerëzve mirësinë. Ai do të marrë shpërblimin për çdo njeri tjetër që përfiton nga kjo njohuri gjatë jetës së tij dhe pas vdekjes së tij, deri në kiamet. Nëse dikush adhuron Allahun duke falur namaz, duke dhënë zekat e sadaka, duke bërë bamirësi të shumta e sillet me moral të lartë dhe të tjerët e marrin si shembull dhe ndjekin rrugën e tij, ai merr shpërblimet e të gjithë atyre që punojnë sipas tij, pa i paksuar atyre asnjë shpërblim. Të gjitha këto shpërblime shkruhen në librin e veprave të tij. Gjithashtu, nëse dikush ndërton një xhami ose një shkollë, ose lën një pasuri vakëf, që njerëzit të përfitojnë prej saj, ose mbjell një pemë nga e cila han njerëzit dhe kafshët, ai merr sevapë dhe veprat e shpërblimit i shënohen në librin e veprave të mira. Po kështu veprohet edhe me veprat e këqija, për të cilat njeriu është bërë shkak që t'i bëjnë të tjerët. Për këtë arsye, profeti Asa ka thënë, kush bën Islam një punë të mirë dhe bëhet shkak që sipas saj punojnë edhe të tjerët, ai do të shpërblyet për atë punë të mirë dhe do të marrë edhe shpërblimet e të gjithë atyre që punojnë me atë punë pas tij, pa i paksuar gjë nga shpërblimi i tyre. Dhe kush bën Islam një punë të keqe dhe bëhet shkak që sipas saj punojnë edhe të tjerët, ai do të ngarkohet me peshën e gjinohut e tij për atë punë të keqe dhe do të marrë edhe gjinohet e të gjithë atyre që punojnë me atë punë pas tij, pa i paksuar gjë nga pesha e gjinoheve të tyre. Nga këto tekste kuptohet qartë se sa i dobishëm dhe i rëndësishëm është misioni i Davetit në rrugën e Allahut dhe përhapjes së diturisë dhe udhëzimit të Allahut ndër njerëz, me çdo rrugë në mënyrë të lejueshme e të mundshme. Gjithashtu, ai tregon se sa e frikshme është e qenurit ftues në rrugën e keqe dhe udhëheqës në lisi. Këta janë njerëzit me të keqinj dhe keqbërësit me të mëdhenj, që do të mbartin gjinohat dhe peshën me të rëndë mbi shpinën e tyre. Dhe çdo gjë ne e kemi regjistruar në librin e ruajtur. Liu i Mahfudh. Allahu i Madhruar ka regjistruar dhe ruajtur çdo gjë në ato shënime, qoftë veprat e fjalët, qoftë qëllimet dhe ato që fshihen në zemrën e Liu i Mahfudh, që është libri i Mëm, ku janë shënuar edhe shkrimet që janë në duart e melekëve për veprat e njeriut. Transmeton Muslimi në hadithin me numër 1017 në kapitullin e zekatit tema, nxitja për të dhënë sadaka dhe sikur me gjysmë urme. Përmendjo atyre shembullin e banorëve të qytetit, kur u erdhën atyre pejgamberët. Përmendjo atyre si shembull banorët e fshatit, kur atyre u patën ardhur të dërguarit. Këtyre që të mohojnë dhe nuk besojnë shpalljen e Zotit, jepun një shembull, nga i cili mund të mësojnë shumë nëse u jepet sukses nga Zoti për të gjetur të mirën. Ky shembull është historia e banorëve të një fshati, të cilët refuzuan profetët e dërguar ndër ta dhe çfarë dënimi i përshiu. Allahu i Madhruar nuk na e ka treguar konkretisht se për cilën vend dhe profet bëhet fjalë. Nëse do të kishte ndonjë dobi tregimi i vendit, ai do të na tregonte atë. Kështu, të mundohesh të gjesh se ku ishte ai vend është diçka jo e mirë dhe konsiderohet si të flasësh pa pasur dituri. Për këtë arsye, ata që flasin për të tilla çështje ngatërohen dhe nuk kanë siguri në fjalët e tyre. Kjo të jep bindjen e plot se rruga e diturisë së sigurt kërkon që ti qëndrosh besnik veç se informacionit të saktë dhe burimor dhe ti largohesh sa më shumë asaj që nuk ka ndonjë dobi. Kështu pastrohen dhe lartësohen shpirtrat dhe shtohet dituria. Kjo është rruga e saktë e shtimit të diturisë dhe jo rruga e atyre të paditurve që mendojnë se sjellja e sa më shumë fjalëve rreth një ajeti, pa u bazuar askund, është dituri. Në fakt, ato sjellin vetëm pasiguri e ngatëresa, duke e ngarkuar veten me fjalë e mendime të kota dhe të padobishme. Ato i hapin portën e marrjes me çështjet e dyshimta. E rëndësishme është që ky ishte një vendbanim i sjellë si shembull, nga i cili mund të marrin mësim ata që Zoti do t'u jap sukses që të shohin të drejtën. Kur ne u dërguam atyre dy, e ata i konsideronin gënjeshtar, madje i përforcuam me të drejtin, e thanë, ne, me të vërtet, jemi dërguar te ju. Kur ne dërguam tek ata, në fillim dy të dërguar ata i përgënjeshtruan që të dy. Në këtë popull, u dërgua profet që të urronin për të adhuruar Allahun si një të vetëm, duke ja përkushtuar me sinqeritet të gjitha adhurimet dhe që t'i ndalonin nga idhujtaria, pa drejtësitë e mospindja ndaj Zotit. Atëherë ne i fuqizuam ata me një të tretë dhe këta u thanë, ne jemi dërguar si profetët e ju. Allahu i lartësuar dërgoi edhe një profet të tretë, pasi dy të parët u refuzuan. Kjo tregon se Allahu kujdes shumë që atyre t'u ofrojë mundësia të pranonin udhëzimin dhe të mos kishin argumente arsyetim para Zotit. Ata banorët e qytetit ju thanë, ju jeni vetëm njerëz si ne, e bamirësi nuk ju ka zbritur asgjë, ju vetëm gënjeni. Njerëzit thanë, ju jeni vetë se njerëz si ne dhe Allahu nuk dërgon asnjë lloj shpaljeje. Ju jeni vetë se gënjeshtar.
Populli ju përgjigj një lloj si mohuesit e besimit në Zotin dhe profetët e tij. Ata thanë, ju jeni thjesht njerëz, sikurse ne. Çfarë përse keni ju mbi ne, që ne t'ju pasojmë dhe bindemi? Atëherë, profetët u thanë, ne jemi veç se njerëz, sikurse edhe ju, por Allahu i adhuron mirësinë kujt të dojnë nga robërit e vet. Nuk na takon neve t'ju sjellin ndonjë argument përveç se me dëshirën e Allahut. Vetëm Allahut le t'i mbështetim besimtarët. E përse të mos i mbështetimi Allahut kur ai na ka udhëzuar në rrugën tonë? Ne kemi për t'i duruar mundimet që na bëni. Vetëm Allahut le t'i mbështetin vazhdimisht ata që kërkojnë mbështetje. Ibrahimi 11:12. Ata thanë gjithashtu, Allahu nuk dërgon asnjë lloj shpaljeje. Kështu, ata deklaruan se nuk besonin se ekzistonte diçka që quhej shpalje. Ata nuk besonin se Zoti ka shpallur ndonjë gjë ndër njerëz. Pastaj filluan të trillonin edhe për vetë profetët, duke thënë se ishin gënjeshtar dhe njerëz që trillonin nga vetja e tyre. Ata thanë, ju jeni veç se gënjeshtar. Por cila ishte përgjigjja e profetëve përballë këtij qëndrimi nga populli i tyre? Ata thanë pejgamberët, Zoti ju ne di që ne, me të vërtetë, jemi dërguar pejgamberët e ju. Ata thanë, Zoti ju ne di se ne jemi dërguar, si profetët e ju. Nëse do të ishim mashtrues dhe trillues, Allahu do ta nxirrte në pa mashtrimin ton dhe do të na dënonte pa vonuar, sepse Allahu është i urtë dhe i plotpushteshëm. Dhe se jemi të obliguar vetëm që të shpallin qartë. Dhe detyra jonë është vetëm ta kumtojmë qartë mesazhin e tij. Kumtimi i qartë është detyra jonë dhe kjo kërkon që ne të bëjmë të qartë gjithçka që duhet sqaruar nga mesazhi i Zotit. Ne nuk kemi për të lërë asgjë pas sqaruar nga mesazhi që Zoti do të dërgojë ndër ju. Ndërsa për sa i përket qenjave dhe mrekullive që ju propozoni, ose zbiqjes dhe përshpejtimit të dënimit, kjo nuk është në dorën tonë. Atë që është detyra e jonë, pra, kumtimi i qartë i mesazhit të Zotit, ne e kryejmë me besnikëri. Nëse ju gjeni rrugën e udhëzimit, kjo është mirësia dhe fati juaj, por nëse ju refuzoni, atëherë ne nuk kemi asgjë në dorë që t'ju bëjmë të besoni dhe të ndriçojmë zemrat tuaja, apo t'ju shpërblejmë ose ndishkojmë. Thanë banorët, ne parandjejmë fatkeqësi nga ju, e nëse nuk frenoheni, do t'ju gjua me gur dhe me siguri do t'ju godas dënimi i dhëmshëm prej nesh. Ata mohuesit thanë, ne parandjejmë ogur të keq me ju dhe nëse nuk të riqeni, ne do t'ju gjuajmë me gur dhe do të përjetonin dëshkim të dhimbshëm nga ne. Këto ishin fjalët që banorët e fshatit u thanë të dërguarve të Allahut, ne parandjejmë ogur të keq me ju. Sikur thoshin që kur ju keni ardhur tek ne, kemi parë veç e sherr dhe liksi. Subhanallah, kjo është nga gjërat më të çuditshme. Ti konsiderosh si shkak të liksive dhe sherrit ata profetë zgjedhur, të cilët u sollën njerëzve mirësime të mëdha dhe dhurata më të çmuar që mund t'u japet krijesave. Ata u sollën atë që qëndron mbi çdo domosdoshmëri tjetër. Profetët e Zotit erdhën në këtë popull dhe e gjetën në një gjendje shumë të keqe, nga e cila vetëm besimi i drejtë mund t'i shpëtonte. Por në vend që të pranonin besimin dhe të shpëtonin, ata u zhytën edhe me keq në liksitë e tyre dhe e konsideruan besimin si diçka të urryer dhe të snjellës. Ja, çfarë bën shpirtlikësia e mendimallësia? Ajo është më e keqe për njeriu se çdo armik tjetër. Pastaj këta njerëz fatësi kërcënuan profetët e tyre, duke u thënë, dhe nëse nuk të riqeni, ne do t'ju gjuajmë me gur dhe do të përjetonin dëshkim të dhimbshëm nga ne. Ne do t'ju vrasim me formën më të tmeshme, me gur. Atëherë, profetët ju drejtuan atyre me këto fjalë. Thanë pejgamberët, fatkeqësia juaj është me ju. Vallë, a për atë që jeni këshilluar e konsideroni fatkeqësi? Jo, por ju jeni popull që kaloni kufirin e të keqia. Ata të dërguarit thanë, ugurin e keq e keni nga vetja juaj. Te padrejtësit tuaja. Mos valljemi ugur i keq për shkak se ju këshilluam. Pikëshuditëse e keqja vjen vetëm prej leksive dhe paullësive tuaja. Janë pikërisht veprat tuaja, si dhujtaria e gjinohet, shkak për çdo bela që ju godet. Ato gjithmonë bëhen shkak që mbi ju të bien zemërimi dhe ndëshkimet e Zotit dhe t'ju largohet çdo gjë e dashur prej mirësive të shumtat e tij. Atëherë, si është e mundur që na drejtoheni me ato fjalë? Mos, vallë, për shkak se ne ju këshilluam për atë që sjell mirësi dhe mbarsi. Pikëshuditëse jo, por ju jeni një popull që e kaloni çdo kufi. Ju kaloni çdo kufi në ligësi që bëni dhe në fjalët e poshtra që thoni. Do me thënë, ftesa e këtyre profetëve u ashtoi edhe më shumë largimin nga rruga e drejtë dhe mendjemallësinë. Erdhi një njeri nga periferia e qytetit, duke nxituar dhe tha, o populli im, pasoni pejgamberët. Prej skajit më të largët të qytetit erdhi një burr duke vrapuar dhe tha, o populli im, bindjeni të dërguarve. Ai dëshiroi që populli i tij të përfitonin nga ftesa e profetëve dhe të besonin ashtu siç besoi ai vet. Pasi e pa dhe dëgjoi mirë se sa keq ju përgjigjen ftesës, ai u tha atyre, o populli im, bindjeni të dërguarve.
Kështu i këshilloi që të pasonin profetët, duke u treguar mirësitë e kësaj vepre dhe u dëshmoi me dituri se ata ishin vërtet profetë e Allahut dhe se pasimi i tyre ishte gjëja më e mirë. Pastaj vijoi të i ftonte ata duke u sjell arsyetime të logjikshme që e përforconin dëshminë e tij se ata ishin profetë e Zotit dhe se ishte në të mirët e tyre që t'i pasonin. Ai tha: "Pasoni ata që nuk kërkojnë prej jush kurfar shpërblimi, e ata janë në rrugën e drejtë. Lindjuni atyre që nuk kërkojnë asnjë shpërblim prej jush dhe janë të udhëzuar. Nga Zoti, pasojini këta të dërguar besnik, të cilët ju ftojnë dhe këshillojnë për diçka që është në të mirën tuaj dhe nuk duan prej jush asgjë dhe asnjë shpërblim. Mirësia e ftesës e tyre kthehet vetë tek ju, se ata nuk kërkojnë ndonjë pasuri për atë që ju këshillojnë dhe mësojnë prej dritës dhe udhëzimit. A nuk mjafton kjo për ju që t'i pasoni ata? Mbase dikush mund të thoshte, ata ndoshta vërtet nuk ktojnë që të marrin ndonjë shpërblim, por ata nuk janë në rrugë të drejtë dhe po ju ftojnë për gjëra të pavërteta. Por edhe këtë pretendim ai besimtari me qurështje poshtë, duke shtuar dhe thënë, janë të udhëzuar nga Zoti. Kështu, ata ftojnë në çdo gjë që është e mirë dhe që vetë logjika e drejtë dëshmon për mirësinë e saj. Edhe ndalesat e tyre janë meset e arsyeshme dhe logjika e saktë dëshmon për saktësinë e këtyre porosie. Me sa duket, populli i tij jo vetëm që nuk i pranuan këshillat e tij, por i kthyen për ta marrë në përgjegjësi për pasimin e profetëve dhe dëshminë e tij se do të adhuronte me sinqeritet veç Allahun e madhëruar si një dhe të vetë. Për këtë arsye, ai tha: "Pse të mos e adhuroj unë atë, i cili më ka krijuar? Te ai do të ktheheni ju. Si të mos e adhuroj atë që më krijoi mua dhe tek i cili ju do të ktheheni të gjithë? Çfarë mund të më pengoj mua që të adhuroj Zotin si një të vetëm, kur unë jam i bindur se është ai që më ka krijuar, më furnizon dhe ushqen? Tek ai do të kthehen të gjitha krijesat dhe ai ka për t'i shpërblyer për të gjitha veprat e tyre. Vallë, a marr unë tjetër Zot posa ti? Nëse bamirë se i gjithë mbashëm dëshironte me godas me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i tyre nuk do të më sjellë kurfar dobje, e as që do të mundën të më shpëtojnë ata. A të pranoj Zota të tjerë përveç ti? Ai në dorën e të cilit është krijimi, furnizimi e gjykimi i krijesave në dyna dhe në ahiret, pikërisht dhe vetëm ai meriton të adhurosh, ta përlevdosh, ladrosh dhe madhrosh. Ndërsa ata që nuk kanë në dorë as dëm as dobi, as kanë mundësi të japin ose të privojnë, as të japin jetën as vdekje dhe as kanë në dorë ringjalljen, ata nuk meritojnë që t'i adhurosh e të nënçrohesh. Nëse i gjithë mëshirshmi do të më sprovonte me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i tyre nuk do të më vlente asgjë dhe as nuk do të mund të më shpëtonin. Askush nuk mund të ndërmjetësoj tek Allahu pa lejen e tij. Edhe ndërmjetësimi i tyre nuk mund të më sjellë mua asnjë dobi, nëse Allahu dëshiron të më ndihkoj. Unë, atëherë, me siguri, do të jem në humbje të plotë. Po të veproja kështu do të isha vërtet në një humbje të hapët. Nëse unë adhuroj, i shpresoj dhe u lutem të tillëve idhuj me këtë cilësi, atëherë do të jem në një humbje të qartë. Në këto fjalë, ai jo vetëm që këshilloi popullin e tij nga njëra anë, por edhe dëshmoi se këta ishin profet besnik të dërguar nga Zoti nga ana tjetër. Ai e udhëzoi popullin e vet dhe njoftoi detyrimin që ta adhuronin Allahun si një dhe të vetëm dhe për këtë solli dhe argumente të qarta e të kuptueshme. Gjithashtu, solli argumente edhe për kocsinë e adhurimit në çdo gjë tjetër përveç Allahut. Ai u tregoi për gjendjen fatkeqe të atyre që adhurojnë idhujt dhe deklaroi me forcë dhe me krenari se ai ishte besimtar në Allahun dhe në profetët e tij, edhe pse kërcënuoi seriozisht me vdekjen nga ai popull i padrejtë. Kështu, ai u tha: "Unë, me të vërtetë, i kam besuar Zotit tuaj, andaj më dëgjoni." Unë i kam besuar Zotit, prandaj më dëgjoni. Populli i tij e vrau atë besimtar të sinqertë, pasi i ftoi dhe i këshilloi për besimin në Zotin dhe në profetët e tij. Atëherë, menjëherë pas vdekjes së tij i tha: "I thuat atij, hyj në xhenet." Ai tha: "Oh, sikur ta dinte populli im." Atij i tha: "Ti hyj në xhenet." Ai tha: "Oh, sikur ta dinte populli im, përse më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve." Kur ai pa atë nderin të madh dhe shpërblim të pashembull që Zoti i dhuroi për besimin e tij të pastër në të ujit dhe këshillimin e popullit, vijoi përsëri të tregonte se sa shumë e donte popullin e tij dhe sa shumë e dëshironte të mirën për ta duke thënë: "Ah, sikur ta dinte populli im, përse më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve. Ah, sikur ta dinte populli im se për çfarë arsye më fali Zoti mua, duke më shpëtuar nga çdo lloj ndëshkimi dhe duke më bërë prej të nderuarve. Ai më shpërbleu me gjithë ato mirësi lumturuese. Nëse do ta dinin, ata nuk do të vazhdonin me idhujtarinë dhe kocsinë e tyre. Duke na treguar ndëshkimin e tyre, Allahu i madhruar thot: "Për çka më falin nga mëkatet Zoti im dhe më bëri të nderuar." U tefsiru sure Yasin, ajet 26. Dhe ne nuk i kemi dërguar kurfar ushqje nga qielli popullit e tij, pas tij, dhe ne nuk kemi dërguar asgjë.
Pas tij, ne nuk zbritëm kundër popullit e tij ndonjë ushtri nga qielli. Nuk ishte e nevojshme që ne të zbrisnim ndonjë ushtri nga qielli për të ndeshkuar atë popull. Ne nuk zbritëm asgjë tjetër, nuk e bëm diçka të tillë se ishte e panevojshme. Pushteti dhe madhështia e Allahut është shumë e madhe dhe bijtë e Ademit janë shumë të dobët, ndaj mjafton diçka shumë më e vogël për t'i ndeshkuar ata. Një pjesë e vogël e dënimit të Zotit do t'i mjaftonte për t'i shkatëruar ata. Vetëm 20 të tmeshëm e ushuan për njerësh. Përveç një britme të tmeshme, dhe ja ata mbetën të heshtër e të ftohtë, pa jetë. Kështu ishte ndeshkimi i tyre. Mjaftoi një zë i nxjerr nga njëri prej melekëve të Zotit dhe ata mbetën të ftuar të vdekur. Meri u kaputi zemrat brenda gjoksit dhe mbetën si kufumat e ngrira, pa lëshuar asnjë zë dhe pa lëvizur. Nuk pati me jetë pas asaj me një madhëse dhe asaj përgjigje të shëmtuar, që i dhan me të nderuar krijesat e Zotit dhe tiranisë që treguan kundrejt tyre. Duke dashur që njerëzit të ndjejnë thellë se sa fatkeqësi e madhe është mosbesimi, Allahu i madhruar thotë: sa mjerin për ata njerëz. Kurdo që u vinte ndonjë pejgamber, ata nuk bënin tjetër, por vetëm talleshin me ti. Mirë Robërit. Sa herë që urjen ndonjë i dërguar, ata veç se tallen me te. Sa e madhe është kjo fatkeqësi. E madhe ishte ignoranca e tyre dhe po kështu do të jenë edhe vojtet e tyre, për shkak të atyre cilësive të shëmtuara. Ata kanë qenë dhe do të jenë shkak i çdo fatkeqësie e ndeshkimi nga Zoti. Vallë, a nuk pan ata se sa gjenerata para tyre i kemi shkatëruar e nuk u kthyen. A nuk shohin ata se sa breza para tyre i shkatëruam dhe ata kur nuk u kthyen. Në dyna? Pe çudica nuk shohin këta të mirë se çfarë ndodhi popujve të parë, të cilët, ashtu si ju, i mohuan profetët e Zotit. Allahu i shkatëroi dhe zbriti mbi ta dënimin e tij të ashpër dhe të gjithë ata u shfarosën dhe u zhukën. Ata nuk u kthyen me në këtë dynja dhe kur nuk kanë për t'u kthyer, por Allahu ka për t'i ringjallur pas vdekjes së tyre për t'u llogaritur dhe shpërblyer për atë që bën. Për këtë arsye, tha: e të gjithë ata do të paraqiten bashkërisht te ne. Dhe secili prej tyre, të gjithë do të sillen para nesh. Për gjykim, të gjithë do të qëndrojnë përpara Zotit, që ai të gjykojë mes tyre me drejtsinë e tij, që nuk bën dhe nuk lejon asnjë padrejtësi, as sa një grimës, s'ka dyshim se Allahu nuk bën padrejtësi as sa një grimës. Nëse është vepër e mirë, ai e shumë fishon atë dhe dhuron shpërblim të madh nga ana e tij. Nisa 40. Dëshmi për ta, është toka e vdekur, ne e ngjallim atë dhe nga ajo nxjerrim kokra drithëra, me të cilat u sheheni. Argument për ata është toka e vdekur, ku ne japim jetë dhe bëhen drithërat nga të cilët ju hani. Argument për vërtetësinë e ringjalljes pas vdekjes dhe daljen para të Zotit për t'u shpërblyer për veprat e kryera është edhe një tokë e mbetur shkret, të cilën Zoti e ringjall dhe e bën të gëlojë plot jetë, pasi i lëshon shiun nga qielli. Kur shiu bie mbi atë tokë, ne japim jetë dhe bëhen drithërat nga të cilët ju hani. Toka lulëzon, sepse ne të mbin çdo lloj bime, me të cilat u sheheni ju dhe kafshët tuaja. Me pas, u i shpërndohet në kopshte, duke sjellë jetë gjallëri dhe duke bërë të rritën pemë me fruta të shumta. Mes këtyre frutave, Allahu përmendu humat e palmave dhe rrushin, si dy nga pemët me të begashme dhe me të dobishme. Ne kemi krijuar në to kopshte umesh dhe vreshta, dhe kemi bërë në të burime ujë. Dhe ne kemi bërë në të kopshte humash e rrushi dhe bëjmë që të shpërthejmë burime. Jo vetëm kaq, por ai bëri që ujë të mos u mbasnë nëpër kopshte, por të krijohen e të rrjedhin lumenj dhe të dalin burime të shumta ujë në shërbimin tuaj. Allahu i bëri ato kopshte e pemë për dobin dhe shërbimin tuaj, që ata të hanë frutet e tyre dhe nga ato që i punojnë duart e tyre, e përsa ata nuk duan të jenë mirënjohës. Që ata të hanë nga ato fruta dhe nga ajo që e prodhojnë me duart e tyre, që të hanë ose t'i magazinojnë duke i tharë. Ata kënaqen me gjithë ato mirësi, ndërkohë që ato nuk janë fryti i punës apo mundjet e tyre. Është Allahu ai që i bën të mbinë dhe të rriten. Allahu është më i urti dhe furnizuesi më i mirë. Ata i hanë ato pa që nevojat i gatuajnë apo të bëjnë ndonjë shërbim. Zoti u jep që t'i hanë pa u lodhur, që të kënaqen. Ata thjesht i këpusen nga pema dhe i hanë. Atëherë nuk po tregohen mirënjohës. A nuk po tregoni mirënjohës ndaj atij që ju adhuroi këtë mirësi dhe u kujdes që t'ju avër në shërbim me bujarinë dhe bamirësinë e tij. A nuk e falenderoni dhe lavdëroni atë që kujdeset me këtë mirësi për të rregulluar çështjet e dynjas dhe të fesë tuaj? Ai që e ngjall tokën pasi është shkretuar dhe bën që të mbinë të gjitha ato bimë si e pemë, ai që nxjerr për ju fryte të shijshme që dalin nga sytha e degët të thata, ai i cili bën që nga toka e vdekur të dalë ujë, a nuk është i plot fuqishëm që t'i ringjall krijesat pas vdekjes së tyre? Pikëçudit se nuk ka dyshim se ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Qoftë lavdëruar ai që i ka krijuar të gjitha llojet gjinitë, që ka bimë prej tokës, dhe nga ata vetë njerëzit dhe nga ajo që ata nuk dinë.
I lavdëruar qoftë ai që i krijoi në qeft të gjitha gjërat, ato që rritën në tokë, ata vetë. Njerëzit dhe shumë gjëra që ata nuk i dinë. Është Allahu që i krijoi ato lloje të shumta bimësh, që është e pamundur të numërosh të gjitha. Po kështu, ai krijoi njerëzit të ndryshëm dhe i bëri që ca të jenë meshkuj dhe ca femra. Kështu, njerëzit ndryshojnë jo vetëm nga ana fizike, por edhe nga cilësitë e përshkrimet e tyre, qoftë të jashtme, qoftë të brendshme. Pastaj Allahu i madhruar thotë se krijoi dhe shumë gjëra që ata nuk i dinë. Do me thënë, krijoi edhe krijesa, të cilat ne nuk i njohim dhe do të ketë edhe krijesat e tjera me vonë, që ende nuk janë krijuar. I lavdëruar, i dëlirë dhe i pastër nga çdo emet është Allahu i lavdëruar. I madhruar qoftë ai nga shpifjet e trillimet se ai mund të ketë shok e partner, apo ndihmëtare e mbështetës, apo grua e fëmijë. Ai nuk ka të ngjashëm apo të njëjtë me të dhe as si shembulli i tij. Ai është i vetëm dhe absolut në cilësitë e tij, të plota dhe emrat e atributet e tij të bukura. Ati nuk mund të shpëtoj asgjë nga ajo që ai dëshiron. Dhe argument për ta është në ata. Na e menjanojmë dritën e ditës dhe atëherë, ata mbeten e errësirë. Argument për ata është edhe në ata, prej se cilës tërheqën ditën dhe ata zhyten e errësirë. Ky është një argument dhe një shenjë treguese që tregon se vullneti dhe dëshira e tij është ajo që do të shkojë në vend patjetër. Pushteti dhe sundimi i tij është absolut dhe ai është plotfuqishëm që të ringjallë krijesat. Kështu, Allahu i madhruar e largon fat dritë të fuqishme që mbulon dhe ngrohtë tokën, duke e zëvendësuar me errësirën e natës. Pastaj, ai e largon errësirën që e ka mbuluar tokën, duke e bërë diellin të lindë dhe të ndriçojë. Kështu, krijesat përhapën ditën për të kërkuar riskun dhe për të vazhduar jetën e tyre. Ata shpërndahen për të kërkuar mirësitë e Allahut, dhe dielli sillet deri në kufirin e vet të caktuar. Kjo është dispozitet e plotfuqishmit dhe gjithdijshmit. Edhe dielli udhton për në kufirin e vet. Përfundimtar, dielli lëviz vazhdimisht në rrugën që Zoti ka caktuar për të dhe kur nuk e ka lënë apo ta ndryshojë këtë rregull. Dielli nuk mund të veprojë sipas dëshirës së vet dhe as nuk mund ta thyejë urdhrin dhe rregullin e Zotit apo të cënojë pushtetin e tij. Ky është përcaktimi nga Lindtarit të gjithditurit. Me krenarinë dhe fuqinë e tij, ai kujdeset për ato krijesa të mëdha me kujdesin më të plot. Ai ka vendosur rregullin më të përkrye. Ai është i gjithdituri që me diturinë e tij vendosin e krijimin e tij dobi të panumërta për krijesat me të cilat rregullon dynjan, fen dhe besimin e tyre. Dhe hënës ja kemi caktuar pozitat, ajo kthehet duke qenë e plot e bëhet si rrimi i holli vjetër i humës. Edhe hënës ja kemi caktuar fazat e saj derisa të kthehet në formën e arkut. Por nëse tharë, ai i ka caktuar hënës disa faza dhe çdo natë ajo ndryshon derisa bëhet e hollë si ark. Pastaj, pak nga pak, natë pas nate, ajo fillon e rritet dhe bëhet e plotë, me dritë rrezulluese të bukur. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata hëna nuk mund të kalojë ditën diellin, të gjitha lundrojnë në hapësirën qiellore ose çdo trup qiellor lëviz. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund të kalojë ditën, kështu si diellin dhe hënën, si natën dhe ditën, është Zoti që i ka përcaktuar dhe asgjë nuk mund të ndryshojë caktimin dhe rregullin e tij. Zoti i ka dhënë forcë dhe kush të gjeje. Nëse njëra vjen, tjetra largohet. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund të kalojë ditën. Dielli nuk mund të marrë pushtetin e hënës gjatë natës në mënyrë të tillë që të shohë diellin gjatë natës. Edhe hëna nuk mund të marrë forcë derisa dielli të perëndojë e të largohet. Secili trup qiellor nëton në orbitën e vet. Kështu, dielli, hëna dhe yjet, të gjithë lëvizin sipas rrugës dhe kohës së përcaktuar për ta në mënyrë të vazhdueshme. Të gjitha këto janë një argument i fortë dhe shumë i qartë që tregojnë për madhështinë e krijuesit, për madhështinë e cilësive të tij e, në mënyrë të veçantë, për madhështinë e pushtetit, urtësisë dhe diturisë së tij të gjerë në këtë gjithësi. Dhe argument për ta është që pasardhësit e tyre i ngarkuam në anije për plot. Argument për ta është edhe ajo që ne i bartëm pasardhësit e tyre, gjatë përmbyqjes në anijen e ngarkuar. Të notë, ky është një fakt shumë i fortë që tregon se Allahu i lartësuar është i veti që meriton që robi ta adhurojë me dashuri dhe duke i mështruar e bindur tërësisht, sepse ai është i veti që ka në dorë mirësitë dhe kujdeset për të. Ai është i vetmi që të ruan nga legësitë. Ndër mirësitë që ai përmend është ne i bartëm pasardhësit e tyre gjatë përmbyqjes në anijen e ngarkuar të Nuhut. Shumë nga mufesirët kanë thënë se këtu flitet për prindërit dhe të parët e tyre, edhe pse janë përmendur pasardhësit, sepse ky Kurani i drejtohet popullit të Muhamedit ase, të cilëve Kurani ju drejtoa fillimisht, dhe, për ta, ne krijuam bartëse të ngjashme me anijen e të cilën hipin e udhtojnë. Dhe ne kemi krijuar për ta mjete të ngjashme me të cilat udhtojnë.
Për njerëzin që do të vinë me pas, ne do të krijojmë të tjera mjete, të ngjashme me ato anijet që ata të hipin. Kur përmendi mirësinë që u bëri duke i mbartur në anije, Allahu përmendi se ajo ishte mirësi për pasardhësit, sepse mirësia për parardhësit është mirësi edhe për pasardhësit, të cilëve ai do t'u mundsojë mjetet e tjera të ngjashme me ato të parardhësve, që ata të udhtojnë ngarkojnë malrat e tyre. Por ka mundësi që me fjalën pasardhësit të jetë pasur për qëllim lloj njerëzor ose njerëzimi. Në këtë rast, kuptimi do të ishte ne i bartëm pasardhësit e tyre për atë njerëzimit në anijen e ngarkuar të Nuhut. Kështu nuk do të ishte nevojshme që të nënkuptonin parardhësit, siç u përmend më sipër. Allahu i madhruar u drejtohet atyre njerëzve që ju drejtua ky Kurani në fillim, që të kujtojnë mirësinë e tij kur e shpëtoi llojin e tyre duke i mbartur në anije. Ai e dinte mirë se shumë shenja më të mëdha do t'u shfaqeshin njerëzve edhe në kohët më pas, kur ai të mësonte njerëzve të ndërtonin mjetet e tjera për lundrim, fluturim e për lëvizjen e tokë. Për këtë arsye, në fillim tha, argument për ta është edhe se ne i bartëm pasardhësit e tyre të njerëzimit në anijen e ngarkuar të Nuhut. Le të shërbejnë si shenja madhështore për ju, këto anije të mbushura plot me njerëz dhe madhra, të cilat Allahu i ruan nga mbytyja. Dhe, po të duam ne, ata i fundosim, andaj, as nuk do të mund të ndihmoj kush, as nuk do të mund të shpëtojnë. Po të donim, ne mund t'i përmbytnim ata dhe askush nuk do t'i dëgjonte kur të kërkonin ndihmë dhe as nuk do të mund të shpëtonin. Ai u kujton pushtetin e tij dhe faktin se ai edhe mund të bëjë që ata të mbyten dhe askush nuk do të mund t'i ndihmojë e shpëtojë apo t'u largojë fatkeqësinë dhe as ata vetë nuk do të mund të shpëtojnë. Përpos me mëshirën tonë dhe të kënaqen deri në një kohë. Përveç se me mëshirën tonë, për t'i lënë të jetonin deri në një kohë të caktuar. Nëse ata nuk mbiten, kjo është nga mirësia dhe butësia e Zotit, sepse ai po i le që vazhdojnë jetën deri në afatin e caktuar prej tij. Ndoshta ata mund të kthejnë rrugë dhe të besojnë në rregullojnë marrëdhëniet e tyre me Zotin. Kur atyre u thuhet, duajuni asaj dënimit që keni para jush në këtë botë dhe atë që është pas jush botën tjetër, për të qenë të mëshiruar. Dhe kur atyre u thuhet, keni frikë atë që është para jush dhe atë që do të vijë pas jush, që të mëshiroheni. Ata nuk dëgjojnë. Kur ata këshillohen që të ruhen dhe të kenë frikë nga ajo që i pret me pas në jetën e varrit, në ahiret, por edhe nga ndëshkimet e Zotit në këtë dynja, me shpresë që të mëshirohen, ata i kthejnë shpinën kësaj këshille e ftesë dhe as që përfitojnë gjë nga ajo. Ata nuk e pranojnë këshillën, edhe sikur të sjellë çdo lloj shenje, dhe atyre nuk u vinte asnjë argument nga argumentet e Zotit të tyre, e që ata të mos shmangeshin nga ato. Sa herë që u vjen atyre ndonjë argument nga argumentet e Zotit të tyre, ata i kthejnë shpinën. Shikon me kujdes se si atribuohen ato shenja Zotit për të treguar se ato janë argumente dhe shenja të plota, të qarta dhe të pakundërshtueshme. Nuk ka më të mëdha dhe më të qarta se shenjat dhe argumentet e Allahut të madhruar, dhe ai gjithmonë u ka sjell njerëzve të tilla shenja. Ai gjithmonë kujdeset për robërit dhe ndër aspektet më të rëndësishme të kujdesit të tij për ta është pikërisht shërbimi në mënyrë të vazhdueshme i këtyre shenjave dhe argumenteve, nëpërmjet të cilave ata të mund të mësojnë dhe arrin atë që u sjell dobin e fen dhe dynjan e tyre. Kur atyre ju thuhet, jepni nga ato me të cilat Perëndia u ka furnizuar juve, atëherë Mohusit u thon besimtarëve, vallë, a ne t'i vushejmë ata, të cilët do t'i vushente Perëndia, po të donte. Me të vërtetë, ju jeni në humbje të qartë. Dhe kur u thuhet, jepni nga ajo me të cilën Allahu ju begatoi. Mohusit e besimit u thon besimtarëve, pse ne do t'i ushqejmë ata, të cilët, nëse do të donte Allahu, do t'i kishte ushqyer. Vetë, ju jeni në një humbje të qartë. I jepni për hir të Allahut nga ajo pasuri që ai ju ka dhënë dhe kujtoni se, nëse ai do të dëshironte, edhe mund t'ju privonte prej tij. Kur atyre u thuaj që të shpenzonin nga ajo pasuri, mohuesit e besimit u thoshin besimtarëve se ne do t'i ushqejmë ata, të cilët, nëse do të donte Allahu, do t'i kishte ushqyer vetë kështu ata e refuzuan urdhërinë e Zotit, duke përdorur padrejtësisht si argument faktin se kjo naçek është dëshira e Zotit. Sipas tyre, me që Zoti dëshiroi t'i lërte e varfër, as ata nuk duhej që t'u jepnin atyre. Madje, ata thoshin më shumë se kaq, ju jeni në një humbje të qartë. Ju, o besimtar, që na urdhëroni t'u japin të varfërve, jeni shumë të gabuar. Kjo tregon për ignorancën dhe padrejtësinë e tyre të pashëmbullt. Dëshira dhe caktimi i Zotit nuk mund të shërbejnë kursesi si justifikim për të padrejtin dhe gjynaqarin. Është e vërtetë se ajo që dëshiron Zoti të jetë është, dhe ajo që ai dëshiron të mos jetë, ajo nuk është. Por, po ashtu është e vërtetë se Allahu e ka pajisur njeriu me forcë të mjaftueshme që të ketë të gjitha mundësitë të kryejë urrësat dhe të mund t'i largohet ndalesave të tij. Kështu, nëse njerëzit nuk përmbushin urrësat e Zotit, ky është një veprim me zgjedhjen e tyre të lirë, që askush nuk i detyron apo i imponon që ta kryejnë.
Pastaj këta të mirë, duke treguar se nuk e besojnë ringjalljen dhe e shohin si diçka të largët, thanë. Dhe ata mohuesit thonë, kur do të realizohet ky premtim, nëse thoni të vërtetën. Dhe thonë, kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtetë. Allahu i madhruar u tregon se ajo mund të jetë afër, prandaj të mos e shohim si larg. Për këtë arsye, u thot, ata presin vetëm një zë të tmerrshëm, që do t'i kaplojë duke u grindur njëri me tjetrin. Ata nuk kanë për të pritur gjë tjetër veç se një zë të fuqishëm që do t'i rrëmbejë ata kur janë duke u zënë njëri me tjetrin. Ajo është fryrja e bririt, e cila do t'i përfshijë ata pe kur janë duke u zënë njëri me tjetrin. Ajo do t'i përfshijë kur ata të jenë fare të pavëmendshëm dhe duke polemizuar mes njëri tjetrit. Ata nuk do të mund të kryejnë porositë as të kthehen te familja e tyre. Dhe nuk do të mund të lënë as porosje as nuk do të mund të kthehen në familjet e tyre. Kur ata të zhyten në pakujdesi, do të jenë të papërgatitur dhe as nuk do t'u jepet kohë për të lënë as një porosje, as të madhe, as të vogël dhe as do të mund të kthehen tek familja e vet. Dhe do të fryhet në surr, e ata do të dalin nga varret dhe nxitojnë ka Zoti i tyre. Pastaj do t'i fryhet bririt dhe ata do të dalin prej varrezave me të shpejtë për te Zoti i tyre. Fryrja e parë e bririt do të jetë për t'u bërë kiameti dhe atëherë do të vdesin të gjithë. Ndërsa këtu bëhet fjalë për fryrjen e dytë, e cila është fryrja për ringjalljen dhe tubimin para Zotit. Kështu, kur t'i fryhet surrit, të vdekurit do të dalin nga varret e tyre dhe do të nxitojnë të grumbullohen përpara Zotit. Askush nuk do të vonohet. Ajo është një ditë kur mohuesit e besimit e vërtet do të dëshpërohen dhe do të shfaqen pendesën e tyre dhe keqardhjen. Duke thënë, kuku për ne. Kush na ngjalli çoj prej shtetërve tan? Ju thuhet, ja, kjo është ajo që e ka premtuar Mëshiruesi i Madh, e pejgamberët e kanë thënë të vërtetën. Ata do të thonë, të mirët ne, po kush na ka ngritur prej shtetërve ku që vështirë? Në disa hadithe transmetohet se të vdekurit në varreza do të kenë një lloj gjumi mes fryrjes së parë të bririt dhe fryrjes së dytë, përpara se t'i fryhet bririt për ringjallje. Për këtë arsye, ata do të pyesin kush na ngriti nga merkati, pra nga gjumi ynë e varr. Dhe atyre do t'u jepet kjo përgjigje. Kjo është ajo që ka premtuar i Gjithëmshirshmi dhe vërtet që fjala e të dërguarve. Kjo është ajo që ju premtoi Zoti se do të ndodhte, ashtu siç ju paralajmëruan profetët, dhe tashmë u shfaq vërtetësia e tyre dhe ju po e shihni me sytë e ballët. Mos mendo se përmendja e emrit e Rahman këtu është bërë pa qëllim, pasi ajo është bërë për të treguar sa ditë krijesat do të shohin prej mëshirës së Zotit atë që as nuk u ka shkuar ndërmend dhe nuk e kanë llogaritur ndonjëherë se mund të ndodhë. Edhe në ajetet e tjera që flasin për ditën e gjykimit, Allahu i madhëruar përmend emrin e tij Rahman, se atë ditë sondimi i vërtetë i takon krejtësisht të Gjithëmshirshmit. Furkan 26. Ose të gjitha zërat do të ulen para të Gjithëmshirshmit dhe nuk do të dëgjohet asgjë përveç se përshpërim. Taha 108. Do të jetë ai vetëm një zë i tmerrshëm, e ata të gjithë për një herë do të prezantohen para nesh. Ai do të jetë vetë një zë i fuqishëm, ringjallja nga varret do të bëhet vetë se pas një fryrje të bririt nga Israfili, kur të gjithë të vdekurit do të dalin të gjallë dhe ja, ata do të sillen të gjithë para nesh. Të parë dhe të fundit, njerëzit dhe gjindet do të dalin të gjithë para nesh, që të llogariten për veprat e tyre dhe të marrin atë që meritojnë, prej shpërblimit ose ndëshkimit. Ja, sot në këtë ditë, askujt nuk do t'i bëhet ndonjë padrejtësi dhe ju do të shpërbleni vetëm për atë që keni punuar. Sot askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi, nuk do t'u paksohet gjë nga të mira që kanë bërë dhe as do t'u shtohet gjë nga të keqia që kanë bërë dhe ju do të merrni shpërblimin e veprave tuaja. Do të shpërbleni vetë për atë që keni bërë, të mira ose të keqia. Ai që gjen mirësi të falenderojë dhe lavdërojë Allahun e madhëruar, kurse ai që gjen diçka tjetër, të mos shortojë asnjë veç vetvetes. Atë ditë, me të vërtetë, banorët e xhenetit janë të angazhuar me kënaqësi. Pasi përmendi faktin se çdo kush do të shpërblehet veç për veprat e veta, Allahu i madhëruar flet për njërin nga dy grupet, pra, për banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit sot janë të preokupuar mes kënaqësive. Ata do të jenë të zënë me kënaqësi që u lumturojnë shpirtin. Ata do të shijojnë çdo gjë që u sjell kënaqësi. Ata do të shijojnë gjithçka që do të dëshirojnë dhe u ka ënda. Mes këtyre kënaqësive janë edhe gratë e tyre të bukura. I lartësuari thot, ata dhe gratë e tyre janë në hije fëllate, të mbështetur në koltuqe. Ata dhe bashkëshortit e tyre janë në hije të gjeja të mbështetur në koltuk. Ata do të jenë së bashku me gratë e tyre, hyri si madha, të cilat kanë mbledhur gjithë bukurinë. Ato janë të bukura në fytyrat dhe trupin e tyre, por edhe në moralin dhe sjelljen e tyre me burrin e tyre. Ashtu së bashku, të lumtur dhe të dashuruar, do të jenë në hije të gjera të mbështetur në koltuk. Ata do të qëndrojnë të shtrirë dhe mbështetur mbi shtretër të stolisur bukur.
ata do të qëndrojnë të mbështetur, gjë kjo që tregon se do të jenë rehati dhe kënaqësi të plot, të patrazuar nga asgjë shqetësuese. Ata do të jenë të përkushtuar dhe të zhytur tërësisht veç në kënaqësi. Në të xhenet, për ta, ka pemë dhe çdo gjë që dëshirojnë. Aty u shërbejnë fruta, ata do të shijojnë çdo lloj frute të shijshme, si rrush, ulli, shelë ec, që dëshirojnë dhe do t'u jepet gjithçka që kërkojnë. Atë do t'u jepet gjithçka që do të dëshirojnë dhe je nderojnë. Mjafton që ata ta dëshirojnë diçka, dhe ajo u jepet në qast. Selam. Përshëndeten ata me fjalë prej Zotit Mëshirues. Selam është fjala që do t'u thot atyre Zoti Mëshirëplot. Ata do të përjetojnë edhe diçka, që ja kalon çdo kënaqësi tjetër në xhenet. Ata do të përshëndeten me selam nga Allahu i lartësuar. Ky ajet është argument shumë i qartë që Allahu i madhruar do t'u flasë dhe do t'i përshëndesë me selam besimtarët në xhenet. Këtë Allahu i madhruar e përforcon me fjalën Qaulun min Rabb, Bir, Rahim, do me thënë, fjalë nga Zoti i tyre, që është mëshirëplot. Kur t'u flas dhe përshëndes me selam Zoti mëshirëplot, ata do të përjetojnë paqen dhe lumturinë me të gjitha përmasat e saj. Nuk ka përshëndetje me lumturi sjellse, me të madhe dhe të mrekullueshme se sa përshëndetja e tij. Asnjë kënaqësi nuk mund të krahasohet me ta. Si mendon se mund të jetë përshëndetja e mbretit të gjithësisë, Zotit të madhërisëm të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit në atë vend të mirësive dhe lumturisë, kur t'u drejtohet të dashurëve të tij dhe t'i njoftojë se është i kënaqur prej tyre dhe kur nuk ka për t'u zemëruar me ta. Pi çuditse sikur Allahu të mos e kishte përcaktuar që ata të jenë të përjetshëm dhe të mos vdesin në xhenet, zemrat e tyre do të dilnin jashtë nga ai gëzim, nga ajo kënaqësi e lumturi. E lutim Zotin ton që të mos na privojë nga ajo mirësi dhe i përgjërohemi që të na lumturojë duke na mundësuar të shohim fytyrën e tij të nderuar. Pasi përmend shpërblimin dhe pritjen e nderuar të devotshmëve, Allahu tregon edhe dënimin e keqbërësve. Ditën e gjykimit atyre do t'u thuhet: "U thuhet, e veçohuni sot ju o mëkatar. Dhe ju o keqbërës, mohues të besimit, veçohuni sot nga besimtarët. Ndahuni nga besimtarët, që Allahu t'ju pëshëroj para gjithë krijesave përpara se të hyni në zjarr. Vallë, a nuk ju ka urdhëruar, o bijtë e Ademit, që të mos e adhuroni djallin, se ai, me të vërtetë, është armik i përbetuar i juaj. A nuk ju pa ta paralajmëruar ju, o bijtë e Ademit, që të mos e adhuroni shejtanin, sepse ai është armiku juaj i hapët. A nuk ju kam këshilluar ju përmes profetëve? A nuk ju kam thënë që të mos e adhuroni shejtanin, sepse ai është armiku juaj i hapët? Gjithmonë ju kam paralajmëruar që të mos i bindeni shejtanit dhe t'i shkoni pas atij. Ky është një qortim për të gjitha llojet e mohimit dhe poshtërsive ndaj Zotit, sepse çdo mohim dhe poshtërsi ndaj Zotit konsiderohet si bindje ndaj shejtanit dhe si një lloj adhurimi i tij. Allahu e përshkruan të mallkuarin si armiku juaj i hapur. Allahu gjithmonë ka paralajmëruar për rrezikun e bindjes ndaj shejtanit dhe mashtrimit të tij. Allahu tregon se çfarë synon ai i mallkuar dhe si është përfundimi i atyre që i shkojnë pas duke u mashtruar nga ai. Nga ana tjetër, Allahu i ka urdhëruar që të adhurojnë atë sinjet e vetëm. Ai thotë: "Por vetëm mua më adhuroni. Kjo është rrugë e drejtë. Dhe që të më adhuroni vetëm mua. Unë ju urdhërova që të më adhuroni vetëm mua, duke përmbushur urdhëresat e mia dhe duke u larguar nga ndalesat e mia, sepse kjo ishte rruga e drejtë. Pikërisht adhurimi im si një vetëm, bindja ndaj meje dhe refuzimi i bindjes ndaj shejtanit është rruga e drejtë. Të gjitha detyritë rreth rrugës së drejtë lidhen ngushtë me këto dy çështje, bindje ndaj Zotit dhe refuzimi i shejtanit të mallkuar. Por ju, o njerëz, nuk ju përmbajtet premtimit ndaj meje dhe as nuk punuat sipas porosive të mia, por u miqësuat me armikun tuaj dhe i lat në duart e tij frerët e çështjeve tuaja. Ai djalli, me të vërtetë, ka humbur shumë grupe njerëzish prej jush, e vallë, a nuk keni menduar? Dhe ai çoi në humbje shumë prej jush. Të shumta janë brezat që ai mallkuar i ka humbur dhe devijuar. A nuk e kuptoni atëherë? A nuk keni logjik që të kuptoni se duhet i bindeni Zotit tuaj, i cili është mbrojtësi dhe i dashuri juaj i vërtet? Ai ju mëson dhe porosit që të ruani e të mos bëni mik armikun tuaj me të urryer dhe të përbetuar. Nëse vërtet do të kishit logjik, ju nuk do ta bënit atë. Nëse i bindeni shejtanit, ju do të armiqësoheni dhe i kundërvijeni Rahmanit dhe do të mohoni takimin me të. Por ta dini se do të vijë dita kur ju të ktheheni në vendin e shpërblimit dhe ndëshkimit dhe mbi ju do të bëhet i pashmangshëm vendimi i dënimit. Atë ditë do t'ju thuhet, u thuhet atyre, ky është xhenemi që u është premtuar. Ky është xhenemi për të cilën ju jeni paralajmëruar. Ky është zjarri që ju nuk e besuat. Tashmë ju po e shihni aptas me sytë tuaj. Sot do të mbushen me frikë e të shpirtrat tuaj dhe sytë do t'ju mbeten e hapur. Kjo është dita e tmerrit më të madh. Kështu do të vazhdoj frika t'ju ambushë zemrat derisa të finalizohet gjithçka me urdhrin për t'ju flakun në xhenem. Atëherë do t'u thuhet:
Kalloni digjoni tani në të gjehenem, nga se nuk keni besuar. Hyni sot në të, për shkak të mohimit tuaj. Do të zhyteni në zjarr, në mënyrë që flakët e tij t'ju rrethojnë dhe përpinë trupin tuaj nga çdo anë. Kështu do të përveloheni, për shkak se ju mohoni besimin e vërtet dhe shenjat e Allahut. Ju nuk besoni profetet e Allahut dhe nuk pasoni rrugën e tyre. Në vijim, Allahu i madhëruar na tregon për gjendjen e tyre në vendin e dëshpërimit. Sot, ne do të vullosim gojët e tyre, e do të flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë fituar. Sot ne do t'u avullosim gojët, por do të na flasin duart e tyre, ndërsa këmbët e tyre do të dëshmojnë për gjithçka që bën. Ata janë bërë me mec dhe nuk do të mundin të flasin asnjë fjalë. Ata nuk do të mund të mohojnë veprat e tyre, mosbesimin e gjinohet që kanë bërë. Diçka tjetër do të ndodhë atë ditë, do të na flasin duart e tyre, ndërsa këmbët e tyre do të dëshmojnë për gjithçka që bën. Do të jenë gjymtyrët e tyre që do të dëshmojnë për gjithçka që kanë bërë. Allahu do t'i bëjë që të flasin dhe të dëshmojnë. Sikur të donim ne do t'ju vërbonim syt atyre duke u arrashur fytyrën, e ata do ta kërkonin rrugën, po vallësi do të shihni. Sikur të kishim dashur ne mund t'ua kishim verbuar syt. Atëherë ata do ta kërkonin rrugën, por si vallë do të mund ta shihnin. Po të donim ne, do t'ua fshinim fare syt nga fytyra, ashtu siç u hoqëm mundësinë për të folur. Në këtë gjendje, edhe nëse nxitojnë për të ecur në rrugën e vendosur nga Zoti për në xhenet, nuk do të munden. Allahu i madhruar thotë, por si do të mund të shihnin? Si mund të vinë në rrugën e xhenetit nëse u vazhdukim syt? Pe çuditse. Dhe, sikur të kishin dashur, ne do t'i kishim shndëruar ata prej krijesës njerëzore në krijesa tjera në atë moment, e ata nuk do të mund as të shkonin as të ktheheshin. Sikur të kishin dashur, ne do t'i kishim shndëruar ata në krijesat e tjera në vendet e tyre, dhe ata nuk do të mund të shkonin as nuk do të mund të ktheheshin. Do t'i bënin të paft për televizor, domethënë, do t'i paralizonim që të mos lëviznin e të aratiseshin nga zjarri. Kuptimi është që këta mohues dhe keqbërës do të dënohen pashmangshmërisht dhe asgjë nuk do të mund t'u bëjë dobi. Vendimi i dënimit për ta ka marrë fund. Ata nuk mund të shpresojnë xhenetin dhe as nuk mund të shpëtojnë nga zjarri. Tashmë pranë këtyre është zjarri, i cili është shfaqur, ndërsa rruga e vetme për në xhenet është kalimi mbi sirrat, që mund ta kalojnë vetëm besimtarët që kanë iman në zemrat e tyre. Besimtarët do të ecin me dritën e imanit të tyre, ndërsa këta të mirë nuk kanë premtim nga Allahu për shpëtim, prandaj nëse ai dëshiron, u afshi shikimet dhe i paralizon nga lëvizjet e tyre, atëherë, edhe nëse dëshirojnë që të nxitojnë për të kaluar në sirrat, nuk do të munden ta bëjnë, sepse nuk mund të shohin. Nëse Allahu dëshiron, ai u largon edhe forcën për televizor, dhe kështu ata nuk mund të bëjnë as para dhe as pas. Përfundimisht, kuptimi është që ata nuk do të mund të kalojnë në sirrat dhe të mund të shpëtojnë nga zjarri. Kujt i japim jetë të gjatë, na ja ndryshojmë strukturën e tij. Vallë, a nuk kuptojnë ata? Nëse dike bëjmë të jetoj gjatë, ne e kthejmë pas, nga forca në dobësinë e tij. Nëse dikush nga bijtë e Ademit jeton gjatë, Allahu e bën që ai të rikthehet në gjendjen e fillimit, një gjendje kjo e dobët fizikisht e menderisht. A nuk mendojnë ata për këtë? A nuk logjikojnë dhe të kuptojnë se biri i Ademit është i dobët dhe i mangët nga çdo aspekt? Le të shërbej kjo që njeriu të logjikojë dhe të përdor forcat e tij në bindje ndaj Zotit dhe në dobit e dynjas dhe ahiretit të tij. Na, ati Muhamedit nuk ja mësuan potikën, e as që ajo është për te. Këtë që e ka sjell është vetëm këshill dhe Kurani i qartë. Ne nuk i ja kemi mësuar atij Muhamedit poezinë dhe ajo as nuk është për të. Allahu i lartësuar dëshmon pastërtinë e figurës së profetit e tij nga shpifjet që trillonin për te lojtarët, se ai na çenkësh një poet dhe se ajo që solli ishte thjesht një poezi. Ai thotë, ne nuk i ja kemi mësuar atij Muhamedit poezinë dhe ajo as nuk është për të. Nuk i takon një të përzgjedhuri që të jetë poet. Është e pamundur që ai të jetë poet, sepse është i uzuar dhe i drejtuar nga Zoti, ndërsa poetët kryesisht janë të çoroditur dhe të devijuar, që pasuan veç nga të humburit dhe të mashtruarit. Allahu i madhruar i ka hedhur poshtë të gjitha dëshimet dhe trillimet e mohuesve për të dërguarin e tij. Profeti nuk din të shkrijë me lexim dhe Allahu nuk i pati mësuar atij poezinë, pasi kjo është diçka që nuk i shkon të figurës së këtij profeti madhështor. Ky libër është vetëm një mesazh. Shpalja që profeti solli nga Zoti është vetëm një kujtim e këshill për të urtët dhe të mequrit, që ata të zbulojnë mesazhet e Zotit dhe synimet e larta të tij. Kurani përmban të gjitha porositë dhe synimet e larta në formën më të plotë. Ai ka një forcë këshilluese e kujtuese shumë të fortë. Ai bën të mundur që natyrat e pastra të kuptojnë çdo orë që është i mirë dhe i bukur dhe se çdo gjë e ndaluar është e ligë dhe e dënueshme. Kurani nxjerr në pot dhe vën në provë natyrat e pastra që të kuptojnë të mirën dhe të largohen të keqes dhe një Kur'an i qartë.
Ai është qartësuesi i gjithçkaje që ka nevojë të qartësohet. Allahu i Madhëruar nuk përcakton se për çfarë çështjesh është qartësues, që të kuptohet se Kurani është qartësues për gjithçka dhe për të gjithë të vërtetën. Këtë bën nëpërmjet argumenteve të përgjithshme dhe ato specifike. Kurani bën të qartë, gjithashtu edhe të kotën dhe na sjell argumente të kotësisë së saj. Por Allahu e shpalli këtë libër edhe për një qëllim tjetër, për ta paralajmëruar që është i gjallë i mençur dhe për të realizuar fjala dënimi ndaj mohuesve. Për të paralajmëruar këtë që është i gjallë, për të paralajmëruar ata që e kanë zemrën e gjallë dhe të vëmendshme, për të kuptuar e pranuar të vërtetën. Këta janë ata që pastrohen me shpaljen dhe përfitojnë prej saj. Atyre u shton diturinë dhe i bën që të punojnë në ta. Kurani, për këtë lloj zemrash, është si ai shiu që zbret në një tokë pjellore dhe të pastër, që jep jetë dhe fryte të shumta dhe që të përmbushet fjala e tij për jo besimtarët. Kështu do të veprohet me mohuesit. Dënimi për ta do të jetë i pakfyeshëm, sepse ata nuk kanë me justifikim para Zotit. Pas shpalljes së Kuranit, atyre ju kapot çdo mundësi justifikimi për mosbesimin e tyre kur të dalin para Zotit. Vallë, a nuk shohin ata se ne për ta i kemi krijuar shtazet me mjeshtrinë tonë e ata i posedojnë? A nuk e shohin ata se jemi ne që kemi krijuar për ta kafshë që ata i kanë nën zotërimin e tyre? Dhe jemi ne që u anështuam ato për t'i përdorur. Disa i mbojnë si kafshë bare dhe disa i mbojnë për ushqim. Allahu i Madhëruar i urdhëron njerëzit që të shohin e gjithë ato mirësi dhe kafshë që ai krijoi dhe nështroi të jenë në shërbim të tyre. Ai i bëri njerëzit të jenë pronarë të kafshëve, që ato të binden atyre në çdo gjë. Allahu i Madhëruar u mundsoi njerëzve që të kenë shumë dobi nga kafshët, siç thot në ajetin kuranor, edhe kafshët ai krijoi për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni mjete për ngrohje dhe dobi të tjera. Prej tyre ushqeheni. Ju shihni pamje të bukura kur i ktheni ato në mbrëmjen nga kullota dhe kur i lëshoni në mëngjes për në kullot. Ato bartin ngarkesat tuaja të rënda në vendet e largëta ku ju do të arrinit me shumë vështirësi. Vërtet, Zoti juaj është shumë bamirës dhe mëshirëplot. Edhe kuajt, mushkat dhe gomarët i krijoi që t'i përdorni si kafshë bare dhe si zbukurim. Ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini. Naut 5:8. Përveç këtyre, ka edhe shumë mirësi të tjera. Dhe bëm që ato të nështrohen atyre, disa i shalojnë e prej disave ushqehen. U tefsiru sure Yasin, ajet 71. Dhe nga ato kanë shumë dobi dhe pije që mështi. Vallë, si nuk falenderohen. Ata kanë prej tyre edhe dobi të tjera dhe pije të këndshme. Qomësht, a nuk do të jenë mirënjohës? Ju duhet të jeni ati mirënjohës për këto mirësit që ju dhuroj dhe të tregoni të sinqert në përkushtimin e adhurimeve vetëm për të. Një ndër mënyrat të shprehjes së mirënjohjes është që këto mirësi të mos e shfrytëzojmë apo shijojmë, pa medituar pak për to dhe për atë që na i dhuroi. Sa herë që kënaqemi me diçka, le të meditojmë për atë që na i dhuroi dhe për mirësitë e tij të përjeshme në xhenet, që nuk do të kenë fund. Dhe ata pos Perëndis kanë besuar në zotëra të tjerë, duke shpresuar se do të ndihmojnë ata i dhujt. Ata adhurojnë zotat e tjerë në vend të Allahut, me shpresë se do të mund të ndihmohen prej tyre. Në këtë ajet, Allahu i Madhëruar na tregon për kocësinë e idhujve dhe të adhurimit të idhujtarëve për ta. Ata të mirë shpresojnë ndihmën dhe ndërmjetësimin e tyre, edhe pse është e sigurt se ata janë të dobët dhe të mangët. Ata janë, siç thot Allah, mirë po, ata nuk mund të ndihmojnë atyre dhe ata janë për ta një ushtri e pranishme në fe. Ata idhujt as që mund të vinë në ndihmë, ata as veten e tyre nuk mund ta ndihmojnë. Atëherë, kur këta nuk mund të ndihmojnë as vetveten, si mund të shpresohet se do të ndihmojnë të tjerët? Të ndihmosh dikë duhet të plotësosh dy kushte. 1. Mundësi e forcë për të ndihmuar. Dëshira për të bërë diçka të tillë, sepse mund të jesh i aftë dhe i fuqishëm për të ndihmuar, por nuk e dëshiron këtë gjë. Duke na treguar se këta idhuj nuk ka mundësi që të ndihmojnë as vetveten e jo me të tjerët, Allahu i Madhëruar na tregon se asnjë nga kushtet nuk plotësohet, prandaj kur nuk ka për të patur ndihmë prej tyre dhe të gjithë bashkë do të sillen para nesh si një trup. Për të dënuar të gjithë, si lutësit, edhe idhujt do të jenë zgjarë dhe do të markojnë njëri tjetrin. A nuk është koha që të distancohen prej tyre që në këtë dynja të largohen nga adhurimi këtyre kocive? A nuk duhet të përkushtohen që tani me sinqeritet në adhurimin e Allahut, në dorë të cilit është i gjithë pushteti e gjithë mirësia e ruajtja nga e keqja? Në dorën e tij është të jap ose të privojë dhe ai është më i mirë mbrojtës dhe ndihmëtar, më i mirë kujdestar, në dorën e të cilit duhet t'i lësh të gjitha çështjet e tua. Dhe mos të pikëllojnë ty fjalët e tyre. Na, me të vërtetë, i dim ato që i fshehin ata dhe çka shpallin. Atëherë mos u brengos për fjalët e tyre. Mos u shqetëso dhe trishtu për fjalët e mohuesve të së vërtetës. Sipas kontekstit, këto është fjala për çdo lloj shpërthie që ata trillonin kundër profetit ose kundër shpalljes që ai solli prej Zotit. Ne e dimë atë që e mbajnë të fshehtë dhe atë që e shfaqin e aptas.
Për këtë arsye, do t'i shpërblim ata sipas asaj që ne e dim mirë, ndërsa fjalët e tyre nuk kanë për të dëmtuar as pak ty. A nuk sheh njeriu se si ne e krijuam atë prej pikës së ujit farës, spermës, e megjithatë ai është kundërshtar i hapur. Në këto ajete jepet një nga dyshimet që hedhin ata që e mohojnë vërtetësinë e ringjalljes, por edhe përgjigjja ndaj tyre me forma më të mirë, më të bukur, më të qartë, më të kuptueshme. Allahu i lartësuar thotë, a nuk e sheh njeriu se ne e krijuam atë prej një pike fare? Por ja, ai bëhet një kundërshtar i hapur. A nuk e sheh ai që e mohon vërtetësinë e ringjalljes dhe është në dyshim rreth saj se si Allahu e filloi krijimin? Kjo është një çështje që, nëse mendon rreth saj, do të arrijë siguri të plotë rreth ringjalljes dhe vërtetësisë së saj. Le të mendoj njeriu se si e krijon Allahu njeriun, duke e nisur krijimin nga një pikë lëngu, të cilën ai e kalon nga një gjendje në tjetrën, derisa njeriu forcohet dhe plotësohet fuqia e tij trupore dhe mendore. Por kur atij i kërkohet që të pendohet dhe të ndjekë rrugën e Zotit, ai bëhet një kundërshtar i hapur. Ai tregohet kryeneq dhe arrogant, edhe pse fillesa e tij është nga një pikë lëngu. Le të shohë njeriu ndryshimin mes këtyre dy rasteve dhe të bindet se ai që e krijoi dhe e bëri të jetë ku nuk ishte fare, është i plotfuqishëm që ta rikthejë në jetë edhe pasi të jetë drejtur dhe shpërndar nëpër tokë, dhe kjo është edhe më e thjeshtë dhe më e pranueshme logjikisht. Dhe ai na sjell shembull e haron krijimin e vet. Thot, kush do t'i ngjallë esha duke qenë ato te kalbura shka përderdhura. Dhe ai, njeriu bën krahasime për ne dhe e haron se si është krijuar. Ai thotë, kush i ngjallë eshat pasi të jenë kalbur. Ai na solli një shembull, gjë që askush nuk duhet ta bëj, sepse është gabim i madh që të gjykosh duke krahasuar fuqinë e krijuesit me atë të krijesës. Sipas kësaj logjike, ajo që është e pamundur për forcën e krijesës është e pamundur edhe për fuqinë dhe pushtetin e Zotit. Kjo është e gabuar dhe e papranueshme. Ai njeri solli këtë shembull, kush i ngjall eshat pasi të jenë kalbur. A ka ndonjë që mund t'i ringjall? Kjo është një pyetje mohuese që e mohon këtë mundësi kategorikisht. Do me thënë, sipas saj, askush nuk mund t'i risjell në jetë kockat pasi janë tretur ose bërë pluhur. Me qenë se kjo është e pamundur për krijesat, atëherë duhet të jetë e pamundur edhe për Allahun. Por këto fjalë tregojnë se njeriu është fare i pavëmendshëm rreth fillesave të krijimit të tij. Nëse do të mendonte për faktin që Zoti e krijoi kur njeriu nuk ekzistonte fare, nuk do të sillte një shembull të tillë. Megjithatë, Allahu i madhëruar jep për këtë dyshim një përgjigje të plotë shëruese. Ai thotë: "Thuaj, do të ngjall ai që e krijoi për herë të parë, ai di të gjitha ato që i ka krijuar." Thuaj, do të ngjall ai që i krijoi për herë të parë. Për çuditse mjafton të mendosh për këtë përgjigje për të krijuar siguri të plotë, që nuk të lë asnjë dyshim se ai që e krijoi njeriu herën e parë është i plotfuqishëm për ta rikthyer edhe një herë në jetë. Madje, nëse logjikon, kjo është më thjeshtë. Ai, për çdo krijim, është i gjithditur. Edhe kjo është një cilësi tjetër e Allahut që tregon se ai ka fuqi të rikthejë në jetë të vdekurit. Ai është i gjithditur për të gjitha krijesat e tij, në të gjitha gjendjet e tyre, në të gjitha kohët. Ai e di mirë se çfarë ha toka nga trupat e të vdekurve dhe çfarë lë pa tretur. Ai e di mirë atë që fshihet dhe atë që shfaqet. Nëse robi e pranon se Allahu ka këtë dituri të gjerë, atëherë e kupton se ai është shumë madhështor dhe i përpushtetshëm për të ringjallur të vdekurin nga varret e tyre. Dituria e tij është shumë më e madhe se sa thjesht ringjallja nga varret e vdekurve. Pastaj Allahu i madhruar përmend edhe një argument të tretë. Ai, i cili e bër për ju prej drurit të njom, zjarrin dhe ju prej të ndizni. Ai nxjerr për ju zjarrin prej drurit të gjelbër dhe ja ju prej tij. Duri ndizni. Zjarre. Ai që e bën të dalë zjarrin nxehtë nga druri njo, edhe pse këto janë dy gjëra të kundërta dhe përjashtojnë njëra tjetrën, edhe për ringjalljen e të vdekurve ka fuqi dhe pushtet e plot. Pastaj përmendi një argument e katërt. Vallë, a nuk është i pushtetshëm ai që krijoi qiellin dhe tokën, të krijojë qenie të ngjashme të ringjallë pas vdekjes? Po, me të vërtetë, ai është krijuesi çdo gjëje dhe i gjithdijshëm. A nuk mundet ai që krijoi qiellin dhe tokën të rikrijojë ata? Njerëzit, a nuk është i plotfuqishëm ai që i krijoi qiellin dhe tokën me gjithë gjerësinë dhe madhështinë e tyre, që t'i rikrijojë ata njerëzit ashtu siç ishin? Po, padyshim, ai është i plotfuqishëm dhe ka pushtetin për këtë, sepse krijimi i qiellit dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve. Po, ai është krijuesi i gjithdituri. Edhe ky është një argument, madje, i pestë i sjell në këtë ajet. Ai është krijuesi madhështor dhe çdo krijesë, nga i pari deri tek i fundit, të gjitha janë gjumë të krijimit, pushtetit dhe fuqisë së tij. Nuk ka ndonjë gjë që të jetë e vështirë të krijohet nga Zoti. Çdo gjë që e dëshiron ta krijojë, ai e krijon pa më të voglen vështirësi. Rikthimi i krijesave është thjesht një prej gjumëve të krijimit dhe pushtetit të tij. Dispozita e tij Perëndis, kur dëshiron të bëjë diçka, është vetëm të thotë bëu, dhe ajo bëhet.
Kur ai dëshiron diçka, mjafton vetëm të thotë bëu. Dhe ajo menjëherë bëhet. Fjala diçka këtu përfshin çdo gjë pa përjashtim, sipas rregullave të gjuhës arabe. Kuptimi është çdo gjë pa përjashtim, nëse ai dëshiron që të jetë, ajo do të jetë. Mjafton që ti thotë bëu. E ajo menjëherë bëhet pa asnjë pengesë dhe vështirësi. I lartësuar është ai në duart e të cilit është pushteti mbi çdo gjë. Dhe tek ai do të ktheheni. I madhruar qoftë ai në dorën e të cilit është pushteti mbi gjithçka. Ky është argumenti i gjashtë. Allahu është pronari dhe mbretëruesi i gjithçkaje. Çdo krijesë në botën e sipërme dhe atë të poshtme është pronë dhe nën sundimin e tij. Të gjithë janë robët e nështruar në pushtetin e Allahut dhe ai vepron dhe administron veprat e tyre me caktimin dhe urtësinë e tij të krijimit me ligjet e tij të shariatit. Mbi ta zbatuar edhe ligjet e tij të shpërblimit dhe ndëshkimit. Ringjallja e tyre për t'u zbatuar mbi ta rregullat e tij të shpërblimit dhe ndëshkimit është domosdoshmëria e sundimit dhe mbretërimit të tij absolut me të cilën është përshkruar. Dhe vetëm tek ai do të ktheheni ju, për t'u gjykuar dhe shpërblyer me drejtësi. Për këtë nuk duhet të ketë asnjë dyshim, sepse argumentet janë të plota dhe të qarta. I lavdëruar dhe i lartësuar qoftë Allahu, që e bëri fjalën e tij qartësuese të gjithçkaje, shërim dhe dritë. Këtu përfundon tefsiri i surës Yasin. Allahu qoftë i përlevduar, ashtu siç e meriton lartësia e tij. Ai qoftë i madhruar, siç e meriton madhëria e tij.